Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në televizionin e Kosovës. Në kuadër të hetimeve për krime lufte, në rastin Reçaku 2 janë arrestuar 5 persona në një operacion të prokurorisë speciale dhe policisë e Kosovës. Gjatë operacionit janë ekzekutuar urdhër kontrole në disa lokacione të ndryshme. Prokuroria dhe policia kanë bërë të ditur se rasti është ende në hetim, ndërkaq pas pak pritet të mbahet edhe një konferencë për të dhënë më shumë detaje saj përket këtyre arrestimeve. Ndërkaq në këtë konferencë do ta sjellem drejt për drejt në transmetim në kanalin e parë të RTK-s. Ndërkohë, gjykata administrative ka nisur funksionimin me një numër të madh lëndësh të trashëguara dhe raste të reja. Sfidë kryesore mbetet ngarkesa me lëndë nga gjykatat e tjera paralelisht me pranimin e lëndëve të reja. Shumica e rasteve lidhen me pensione dhe marrëdhënie pune në sektorin publik. Gjykata do të trajtojë edhe çështje administrative si tatime, leje ndërtimi dhe licenca. Për efikasitet do të aplikohen procedurat e reja, përfshirë vendimarrje pa seanca në raste më të thjeshta. Numërimi votave me post ka ndryshuar përbërjen e mandateve në kuvend. Sipas rezultateve të fundit të KQZ-s, lëvizja vetëvendosje ka siguruar 51 mandate, ndërsa Aleanca ka mbetur me shtatulse. Deri tani janë numëruar mbi 25% atyre që kanë votuar me post, ku vetëvendosje ka marrë afro 70% të votave të numëruara. Sipas të dhënave të publikuara në platformën e rezultateve të KQZ-s, procesi i numërimit të përgjithshëm të votave ka shkuar mbi 92%. Në qendrën e numërimit të rezultateve në Prishtinë, numërimi po vazhdon pa ndërprerje. Vazhdojmë këtë edicion me informacione tjera të ditës. Qytetarë të shumt po i bashkohen aksionit për durimin vullnetar të gjakut, duke e vlerësuar atë si një akt human dhe jetik për shpëtimin e jetëve. Disa prej tyre thanë se po durojnë gjak edhe në shënim të ditës së çlirimit të Kosovës, ndërsa të tjerët e bëjnë këtë rregullisht disa herë në vit. Specialistët e transfuziologjisë theksojnë se nevojat për gjak dhe produktet e gjakut mbetën të mëdha, duke bërë thirrje për sa më shumë durues. Aksioni po zhvillohet nga 11 deri me 18 qershor në disa qytete të Kosovës në kuadër të aktiviteteve për 14 qershorin, ditën botërore të duruesit të gjakut. Policia e Kosovës ka vënë në funksion sistemin e ri të evidentimit automatik të kundërvajtjeve në trafik përmes kamerave të sigurisë në Prishtinë. Teknologjia e re identifikon shkeljet, regjistron vendin, datën dhe kohën e kundërvajtjes, ndërsa pas verifikimit gjovat u dërgohen pronarëve të automjeteve. Sipas policisë, sistemi regjistron mesatarisht 50 deri në 100 gjoba në ditë dhe ndihmon në rritjen e sigurisë rrugore. Ndër shkeljet që evidentohen janë qarkullimi i automjeteve pa regjistrim, parkimi i palehtshëm, mos respektimi i sinjalizimit dhe lëvizja në rrugë njëkahore. Policia e Kosovës ka thënë se në Prishtinë janë regjistruar raste të narkotikeve, dhunë në familje dhe sekuestrim i një veture në kërkim të Interpolit. Në Podujevë është realizuar një urdhëres gjykate, ndërsa në Gjakovë është gjetur një automjet në kërkim ndërkombëtar. Në Pejë dhe Rahovec janë raportuar raste të dhunës në familje dhe një aksident me lëndime. Policia kufitare ka sekuestruar një armë zjarri me municion në bjeshken e shtedimit. Sipas statistikave janë regjistruar 25 aksidente me të lënduar, 33 me dëme materiale, 1645 tiketa trafiku dhe 17 arrestime. Ndërsa Ministria e Industrisë ka publikuar çmimet maksimale të lejuara të derivateve për ditën e sotme dhe të nesërme. Sipas vendimit, nafta do të shitet €1.50 për litër, benzina do të tregtohet deri në 1.39, çmimi i gazit është përcaktuar në 67 cent për litër, 1 cent me lirë. Ju sjellim lajmet kryesore nga arena ndërkombëtare. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se marrëveshja me Iranin do të nënshkruhet sot gjatë ditës, por zyrtarët në Teheran kanë hedhur dyshime nëse do të arrihet sot një gjë e tillë.
Të pas pak pritet të filloj konferenca e prokurorisë speciale, e cila ka të bëj me rastin arrestimit të 5 personave në operacionin e realizuar sot, në rastin e njohur si Reçaku 2. Këtë konferencë do ta sjellëm drejt për drejt në kanalin e 3 të televizionit publik të Kosovës, si dhe në rrjetet sociale. Ndërkaq ne këtu përfundojmë këtë edicion të lajmeve me informacionet e radhës, do të takohemi në orën 15.